Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka përjashtuar deputeten e Partisë Demokratike Elda Hoti. Ajo ka parë deputeten e PD-s të hedh një lëndë që dyshohet benzinë në Kuvend dhe tha se me këto veprime po rrezikon jetën e deputetëve në sallë. Deputetja Hoti ka hedhur një lëndë e cila nuk dihet se çfarë ishte, gjë që ka sjellë reagimin e menjëhershëm të kryetares së Kuvendit. Spiropali ka bërë thirrje që të largohet nga parlamenti deputetes Hoti, duke theksuar se me të duhet merret spaku. Keni ardhur në Kuvend me benzinë me vete, mos provokoni, mos dhunoni deputetët. Jeni e përjashtuar nga seanca, tha Spiropali. Mëtej kjo e fundit i kërkoi Gardës të ndërhyjë dhe të vërtetoj se çfarë hodhi deputetja mbi tavolinat e Kuvendit. Ndërkohë Komisioni i Etikës përjashtoi 23 deputet pas djegjes së karrikeve dhe kaosit, me 10 deri 60 ditë ndëshkim administrativ, kurse 4 të tjerë gjobitin në total mbi 7 milion lekë të vjetra për dëmet e shkaktuara brenda dhe jashtë sallës. Seancën e 30 shtatorit. Më i ndëshkuari ishte kreu i grupit të PD-s Gazmend Bardhi, me mbi 2 milion lekë të vjetra gjob, dhe pas tij Flamur Noka, Bledion Albati dhe Elda Hoti. Gjithashtu është depozituar edhe një kallëzim në SPAK për 23 prej tyre.